Banorët të fshatrave ku shtrihet lumi i Vlorës dhe të krahinës së Labërisë protestuan për gjendjen skandaloze të rrugës më të madhe, që lidh qytetin bregdetar me 100 fshatra të kësaj zone. I gjithë aksi nga Vlora deri në fshatin Kuç, rreth 70 kilometra i gjatë, është tërësisht i amortizuar dhe prej 2 vitesh është bërë i pakalueshëm për shkak të gropave të mëdha. Të indinjuar nga kjo situatë, rreth 150 banor bllokuan rrugën në shenjë proteste ndaj neglizhencës që sipas tyre qeveria po i bën kësaj krahine. Shtëpia fillon nga çatia, fillon nga themeli kësaj rrugës është këtu. Këtu kalojnë 50.000 banor, 6 komuna dhe 1 bashki. Protesta është mbështetur edhe nga drejtues socialist të Vlorës dhe deputet të zonës. Sipas tyre, Labëria është lënë pas dore duke e bërë edhe më të vështirë jetesën për këta banor. Jo pa qëllim, është lënë në harres dhe në gjendjen më të keqe të mundshme. Është shkatruar çdo aks rrugor në këtë zonë, por edhe aksi nacional që fillon që nga Babica deri në Kuç është i papërdorshëm. Unë jam këtu për të mbështetur këtë protestë të këtyre banorëve, kërkesën e tyre të vazhdueshme për rikonstruksionin e rrugës, të paktën për riparimin e saj, për t'ju bërë me dije gjëra që tashmë i dini që nuk është marrë asnjë mas, biles prej disa vitesh, ka 6 vjet, 7 vjet që këtu është ndërprerë tërësisht edhe mirëmbajtja e rrugës. Forca të shumta policore ishin prezent gjatë protestës, por nuk kanë ndërhyrë për lirimin e rrugës, pasi tubuesit e liruan aksin pas afro 60 minutash në mënyrë paqësore.